Golgota e banorëve të Strugës vazhdon, edhe pse sot turbullimi i ujit në qytet është brenda kufive normal, ndalimi i përdorimit të ujit nga burimet në shumë mbetet në fuqi për 23 ditë. Sot turbullimi atje është 4 herë më i lartë se sa lejohet. Qytetarët nuk heqin dorën nga kërkesa e tyre për të mos paguar faturat e ujit për muajin shkurt. Patjetër kur diçka që më jep edhe se përdor, se s'e përdorshme, normal edhe zguxon të më kërkojsh pare të pagoj. Pse? Për çfarë të pagoj? Jo, unë jam që më shpagojnë. Ujë s'kemi. Kryetari çfarë bën këtu? Kryetari gjithë problemi është kryetari. Kryetari do ta vendosë çfarë punë. Ujë s'kemi për të pishë. Labonisht kam shkuar të mbush ujë. As nuk i pagoj miq, nuk i pagoj. Pagojmë ujë. Çfarë kur s'kam ujë si të pagoj? Nuk pagoj ujë. Секако, нема плаќање, ама и треба владата на Република Македонија да превземе нешто. Да се донесе одлука. Ако не се донесе, граѓаните никој да не плаќа. Не да плаќат, цела година не плаќаат. Кај го има това ти да немаш вода да се напиеш. Па таа е штетна и за да се иска едно, ако ќе ева. Што? Наместо да плаќаат сметки, да платят обештетување на сите корисници на вода. Кој е главен општината? Кои земат парите водовод општината? Ние и да сакаме тоа нема да ни се случи, затоа што други одлучуваат за таа работа. Грешката е што властите не ги спречија навреме да копаат на место каде што не е дозволено и Drejtori i ujësjellësit dhe kanalizimeve, Jovanqe Meçkaroski, thotë se 2 burimet e tjera në Belicë e Përmet dhe Zagraçan nuk janë të mjaftueshme për një furnizim normal me ujë dhe për këtë arsye do të vazhdojnë të furnizojnë me ujë me cisterna.